Në një konferencë për media, drejtori i DVP Shkodër Gjinxhan Berberi ka folur mbi trekuesit dhe rezultatet e muajit maj 2026. Berberi bërë me dije se janë evidentuar 213 vepra penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre, ndërkohë krahasuar me muajin e kaluar janë evidentuar 34 raste më shumë. Gjatë muajit maj janë evidentuar 213 vepra penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vepra penale janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar. 161 janë proceduar në gjendje të tjera dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbuleshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të çifruara për ekzekutimin e urdhrave të prokurorisë, kapjen e shtetasve në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike e financiare, lojrat e fatit, prostitucionit dhe kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë operacioneve janë arrestuar ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas të tjerë. Gjatë muajit maj janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fishek, 1586 gram lëndë narkotike kanabis sativa, 12.1 gram lëndë narkotike kokainë, 5 kompjutora për lojrat e fatit, 210.700 lekë, 850 euro, $20, si dhe senet të tjera që lidhen me veprimtarinë kriminale. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore, për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste të drejtimit të mjeteve në mënyrë të parregull, ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026, për këtë vepër penale janë vënë në pranga 10 shtetas. Nga ana tjetër, drejtori i kufirit të migracionit, kryekomisar Agim Basha, theksoi se në fushën e migracionit të parregullt janë trajtuar 20 raste, ku janë përfshirë 138 shtetas të huaj. Fushën e migracionit parregullt kemi evidentuar 28 raste gjatë muajit maj, ku janë përfshirë 138 shtetas të huaj. Për të gjitha është për procedurën e rregullt, domethënë me gjithë verifikimet, fotografimet, marrjet e gjumëve të gishtave, e verifikimet të gjitha formave në bashkëpunim dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese, dhe gjithashtu janë pajisur të gjithë me urdhra për largim vullnetar sipas procedurave standarde që ndjek Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit Shkodër. Për përballimin e të gjithë këtyre detyrave operacionale dhe kufitare dhe migratore, Drejtoria vendore e Kufirit dhe Migracionit në Shkodër ka në dispozicion një personel për 205 personash, të cilët janë të angazhuar në vijimësi për të menaxhuar dhe për të krijuar siguri në kufi, rend publik dhe ofrim të shërbimeve ndaj qytetarëve.